Kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të mërkur kryesinë e Partisë Socialiste në Selinë Roz. Ky takim u zhvillua në kuadër të procesit zgjedhor dhe organizimit të strukturave të partisë. Pas përfundimit të mbledhjes, sekretari i Partisë Socialiste Blendi Klosi u shpreh se është një proces riforcimi dhe njoftoi se Asamblea e PS-s do të mbahet më 21 mars. Asambleën e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, që gjithmonë kanë kërkuar rifreskim dhe për më tepër që të gjitha këto bëhen në vitin e 35 të jetës së Partisë Socialiste, 12 qershori i këtij viti, shton 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe gjithë procesi do të kurorizohet në këtë datë me një rivlerësim të gjithë kontributeve të antarësisë Partisë Socialiste, themeluesve, kontributorëve, natyrisht anëtarëve të rinj të partisë. Prandaj gjithë procesi do të kanalizohet tash në zgjedhjet e organizatave, zgjedhjet e drejtuesve lokal të Partisë Socialiste, por natyrisht edhe me një dimension të ri, që tashmë nga zgjedhjet e kaluara ne kemi evidentuar jashtëzakonisht të rëndësishëm për funksionimin e brendshëm partisë, që është partia në diasporë. Lidhur me çështjen ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, Klosi theksoi se Partia Socialiste i qëndron parimit për të mos u përfshirë, madje as përmes komenteve. Ne i qëndrojmë 100% parimit, nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Për sa i përket raporteve tjera, janë raporte që i takojnë Parlamentit shqiptar, por për sa i përket hetimit, në asnjë rast nuk do të kemi pengim të hetimeve, koment për hetimin, dhe natyrisht koment për gjykimet e fundme të vendimarrjes së organeve drejtësisë. Kujtojmë se kreu i qeverisë e lajmëroi hapjen e fushatës për zgjedhje në Partinë Socialiste disa ditë më parë. Ai u kërkoi socialistëve të nisin një dialog me bazën. Në bashki të caktuara, sipas tij, duhet fokus edhe më i qartë, një dialog që do konkludojë më pas edhe në zgjedhjet për strukturat e partisë.